Përshëndetje hoxh, thot kur burrin nuk punon, veç kafen kafe rrin, nuk kthehet në shtëpit tan natën. Allahu të rujt. Allah ta largoft këtë sprovë. La hawla wala quwwata illa billah. Le të marrim mësim prej rastit tënd të gjitha ato vajzat të cilat prioritet e kanë pasuninë, bukurinë dhe pozitën. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se çfarë prioriteti duhet me pas në martesë. Prioriteti kryesor është dini i Allahut azza wa jall. Ndoshta nuk mund me të dhënë përgjigje konkrete ty, por rasti ju të letet mësim për të gjithë vajzat, të gjitha motrat që janë përzi prioritetet. Këshilloj vajzat e reja që mos më ugut në martesë. Aman. Kush nal i pari në rrugë, aman unë po du ty, unë marto, unë jap jetën për ty, unë vdes për ty, unë s'muj me jetu pa ty. Çka janë këto fjalë kështu? Këto janë gabim. Vetëm dini Allahut azza wa jalla është ai që duhet me pas prioritet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar qartë për çka duhet më martu vajza. Çfarë prioritete me lypte mashkulli, mashkulli çfarë prioritete me lypte vajza, veç dinin Allahut. Ai tutët Zotit, nuk rri kafe me lan familjen vet, me lan familjen pa mbikëqyrje, sa kur shkon në kafe s'ka vakt me punu, se ta natën të nejtë në kafe. S'ka vakt nesër me shku në punë, sa në të fjetë të nditën, s'ka vakt me i rritë fëmit, me rujtë bashortën. Mos e bini punën që pale sa mu kone devoq me gruja, me japru shpirtin me dalë, mos thamë me june për harame, se normal nuk i lejohet asëse. Keni kujdes. Motër, ty Allah zë gjellë të letësoft. Gjdo gjatë që vendosen konsultim me familjen, me prindët tu. Mos merë hapat ngotshëm. Mirë po, nëse e pështet për murit, ti din se çka me vazhdu, çka me ba. Konsulto me prind, e shet që s'po përmirësohet. Varet tash nëse ke fëmijë, nëse s'ke fëmijë, sa vjet i ki martesë, a dëmton shkurorëzimi, a nuk dëmton. Nuk du, sinqerisht me thonë përgjigje bashkë për këtë pikë. Vetë që Allahu ta letoft atë një moftë. Kjo është sprovë shumë e madhe. Por, çdo gjë që merr një mendim të saktë që mos më kthy më mrapa. Edhe pse mendoj që ka herë ma mirë pa burr se me këso tipa. Bile din që s'ke burr, edhe nuk plas. Nuk plas. Se kështu tu mendu edhe tu thonë gjinja që ka burr, në fakt ajo s'ka burr. Allahu ju një moftë.